Përshëndetje të gjithëve të dashur miq, pas një shkëputje goxha të gjatë nga leximi i mesazheve, sot do të rifillojmë sërish dhe për sot do të lexoj një mesazh shumë të bukur që është një thirrje për të gjithë rinin, nga libri shumë i bukur Njerëzim ku po shkon i Giorgio Bongiovanit. Atëherë, ju drejtohet ky mesazh ju të rinj të kësaj bote, ju drejtohet ky apel universal vllazëror, ju që shpresoni për një fat më të mirë, të mbushur me drejtësi, paqe, dashuri dhe harmoni vllazërore. Ju drejtohet ky mesazh dashurie universale që shpresojmë të prek zemrat tuaja, që të ndiheni të bashkuar në ankthin ton dhe me të gjithë të rinjt që si ju jetojnë në botë të tjera tashmë të vetëdijshëm për vlerat e larta shpirtërore dhe materiale që përshkojnë krijimi. Burim i inteligjencës supreme krijuese. Ju, të rinj të planetit Tokë, që do të jeni artizanët e mijëvjeçarit të tretë, lëngu shpirtëror dhe material i një rilindjeje të re, forca e papërmbajtshme që do të shndërrojë të keqen në të mirë, luftën në paqe, urrëtitjen në dashuri, dhimbjen në lumturi, hipokrizinë në sinqeritet, padrejtësinë në drejtësi. Bota, njerëzimi, ne dhe të gjitha krijesat e universit kemi nevojë për ju. Parahjen e re të zemrave tuaja për vizionet e shpirtit tuaj për mundësinë shpirtërore të natyrës suaj njerëzore. Edhe vetë natyra po ju thret në këtë kohë të mundimit për çdo gjë që po vdes dhe po shohet ngadalë përgjithmonë. Gjithçka në tokë ka nevojë për ju, për të vendosur gjithçka në vendin e vet dhe për t'i dhënë një fytyrë të re botës që ju pret. Edhe drita e diellit do të zbehej nëse do të mungonte entuziazmi juaj, dhe pa dashurinë tuaj të re, çdo hapësirë do të bëhej një shkretëtirë e heshtur. Ndjenjat tuaja të mbushura me dinjitet shpirtëror, moral e shoqëror, duhet i tregojnë atyre që ende nuk kuptojnë se jeta është një gëzim, kur ajo ndriçohet nga drita e së vërtetës, që sjell në tokë nga ai që do të kthehet në planetin tuaj për të sjellë ligjin e ri. Angazhohuni, ju të rinj të tokës, që e keqja të mos mbizotërojë. E rëndë dhe kërcënuese është turma e ndjekësve të një shkence shkatërimtare dhe vdekjepruese. Shumë prej jush janë bërë vegla të këtyre të këqijave që kënaqen me dhimbjen tuaj, me dëshpërimin tuaj, me dëshirën tuaj të verbër për të dashuruar, për të jetuar në paqe dhe për të shijuar një liri të drejtë e të pastër, të drejtuar drejt kërkimit të mirës supreme universale. Angazhohuni, ju të rinj të tokës, që e mira të triumfojë në të drejtën dhe detyrën e saj të vërtetë, dhe që fryti i mendimit të jetë fryti i përparimit, të atij përparimi ku nuk ka vend për luftë, për urrëtie, për padrejtësi, për dhimbje dhe për hipokrizi. Të rinjt ndjejnë, janë të vetëdijshëm se në këtë shoqëri pritshmëritë janë të helmuara dhe se e ardhmja është pa shpresë. Shumë përdorin vetterapi me çdo lloj droge, kimike, psikologjike apo muzikore për të maskuar vuajtjen pa e zgjidhur atë. Thuhet se adoleshenca është një moshë rreziku, sigurisht, për shkak të një shoqërie vrasëse që ofron vetëm depresion dhe ankth. Vibrimet mendore të rinjve tuaj janë të lidhura me ideale të përbashkëta, edhe pse pjesërisht të manipuluara nga forcat e errta të pushtetit egoist që dëshiron të ndajë, dhe jo të bashkojë. Të rinjt e planetit tuaj zotërojnë fuqi të fshehura psikofizike që nuk duhen shpërfillur, por duhet të edukohen dhe të shfrytëzohen për një kontribut me të vërtet evolutiv në të gjitha fushat e ekzistencës tuaj. Ju kemi paralajmëruar se rinia juaj ka realizuar vlera gjenetike që ju udhëheqin të urrejnë të keqen, të kundërshtojnë gabimet dhe hipokrizinë, të luftojnë për një bashkëjetesë të shëndetshme dhe vllazërore, për një botë paqeje dhe dashurie. Rinia juaj do të shndërrohej në një dhunë shkatërimtare të pakontrollueshme, të furrishme, nëse nuk përkraheni me seriozitet, ndershmëri dhe përgjegjësi aspiratat e shpirtit të tyre, që ngrihet drejt atyre kufive prej nga vim ne për të sjellë në tokë dritën e ndritshme të së mirës universale dhe vllazërisë kozmike. Kini kujdes pra, kini kujdes dhe dëgjoni. Ne e dim çfarë po ndodh dhe çfarë mund të ndodh nëse nuk veproni shpejt dhe me mirësi. Drejtojeni për kujdesit tuaja më të gjalla dhe ndërtuese rinisë tuaj, që e mira që ata mbajnë të mos kthehet në të keqe dhe që forca e tyre rinore të ndihmojë
të fermentoj urtësinë në shpirtrat e tyre dhe dijen pozitive në mendjet e tyre për një të ardhme të mbushur me ekzistencë të lumtur dhe të shëndetshme. Dhuna është një sëmundje e dëmshme, ngjitse, një shpërthim psikoemocional që përhapet shpejt dhe rritet pa mëshirë. Në konflikte, ky shpërthim bëhet edhe më i dukshëm dhe më i fortë njëherësh. Ju kemi këshilluar në kohën e duhur të kujdeseni seriozisht për rinin tuaj, të lindur dhe rritur në një periudhë as pak të favorshme për stabilitetin dhe ekuilibrin psikofizik të domosdoshëm për zhvillimin dhe realizimin e vlerave që sjellin një metamorfozë shpirtërore të domosdoshme për rregullat evolutive. Por në vend të kësaj, ju zhvilluan në ndërgjegjen e tyre të ndjeshme nxitje të kundërta, të rreme dhe të turbullta, duke bërë sterile dhe të zbrazët identitetin e tyre të ri, të rrethuar nga ndjenja të reja, nga koncepte më të avancuara për të kuptuar jetën, vllazërinë dhe bashkëtesën njerëzore. Me strategji egoiste, i keni përdorur ata për qëllime të ulta, duke zbehur, dal nga dal, aspiratat për të mirën që kishin lulëzuar, si trëndafila në një shkretëtir të thatë. Nga përkënaqësia lindin dhe rriten reagime, egzagerimet, dhuna, s'keni asgjë për të qortuar rinisë suaj të papranuar dhe të lënë në mëshirë të fatit, viktimë e një konsumizmi të egër dhe të gjithçkaje që shoqëria sodomitike e viteve 2000 i ka ofruar me cinizëm dhe me dhunë. Sa e mrekullueshme është rinia dhe e gjithë mbi tryezën e lojës së pushtetit. Ka një shkollë të përditshme stërvitjeje që gdhen në mendjet e fëmijëve në mënyrë të pashlyeshme se si të vrasin, si dhe kur të veprojnë për të shpëtuar drejtësisë, çfarë mjetesh të përdorin për të mashtruar, vjedhur dhe shfryrë dëshirat më të sëmura, më të dëmshme, më brutale. Përmes televizioneve dhe revistave të specializuara, rinia mëson artin për të fyer, për të dhunuar, për të vrarë në një kohë paqeje dhe lufte. Rinia vuan në burgje, në getot e drogës, në dhunën e vdekjes dhe në duart e atyre që shfrytëzojnë për të ushqyer degenerimin dhe çdo gjë që i pëlqen të keqes që mbulon jetën. Po, të gjithë e dini që mbi altarin e vdekjes keni vendosur zemrat e zemrave tuaja. Rinia që keni krijuar dhe ushqyer, që keni lindur dhe rritur me dashurinë që ripërtërin gjithçka, e keni shtyr me cinizëm në greminën e shturjeve më të vështira fizike dhe shpirtërore, duke e bërë të zbrazët nga dashuria, të verbër, të çnjerëzishme dhe sklave të urrejtjes, të prishjes, të dhunës, të shturjes morale dhe shpirtërore, duke ushqyer kështu bishën me të gjitha instiktet e saj. Keni bërë gjithçka për të shqyer mishin e mishit tuaj, dhe pa mëshirë e keni hedhur përpara ideologjive të urrejtjes së vëllait ndaj vëllait, të djalit ndaj babait dhe të babait ndaj djalit. Pavarësisht paralajmërimeve tona të përsëritura dhe plot të vërteta, i la duart si Pilati, duke lënë në hares një akt dashurie qellore që mund të kishte shpëtuar nga shkatërrimi shpirtëror, moral dhe fizik me miliona të rinj. Tashmë të humbur pa kthim në uraganin e vdekjes që kjo shoqëri e çmendur ushqen si një viç prej ari. Së shpejti, shumë shpejt, do t'ju kërkohet llogari pse i keni skandalizuar të pafajshmit dhe pse keni hidhuruar frutat që ishin të dashura krijuesit. Një mesazh, një thirrje shumë e fortë kjo për atë që po ndodh realisht në shoqërinë tonë, në planetin tonë. Nuk flasim këtu për shqiptarët, nuk para pa dallim race, feje, asnjë lloj gjëje. Ky është realiteti i planetit tonë, ku e të rinjt supozohet dhe janë e ardhmja jonë, fëmijët tanë, të gjithë, ndërkohë që t'i nisin drejt rrugës së drejtë të dashurisë për të mësuar jetesën, ne jemi duke u mësuar atyre për fat të keq çdo gjë negative që është kundër jetës. Ndaj është koha për ndryshim dhe puna e parë na takon ne. Faleminderit.